shoh që çdo vit çdo sheshet kryesore, për shembull ku bëhen rite fetare, për shembull marrin muslimanët, po ta shohësh shesh çdo vit për Bajram mbushet gjithmonë më shumë. Unë më kur kam shkuar para 20 vjetësh, shkoja edhe çare kore nga fundi dhe gjej vendi ku te mesi sheshit, po themi, kur ka qenë sheshi jo tani shesh pedonale, kjo e bllokoni qarkullimin për makina. Tashti të vish dhe një orë para dhe i gjej veten të 15 kaçe. Vjet për shkak isha turni 2 që llova ishin në Pashkat më duket, mos gaboj, dhe ika te kisha ortodokse që bën një ritual që rrotullohen 7 herë rreth kishës, to diçka e tillë që mos të ndonjë fjalë që s'duhet. Dhe bëte përshtypje që kishte shumë njerëz, nuk i kisha pa më shumë njerëz plak. Do thonë, ortodoksët shtojnë. Katolikët janë pak në numër, këto i bëjnë atë procesimin e kryqit, e bëjnë tut e universiteti. Ka njerëz, por nuk është se kanë sa që kanë ortodoksë, sa që kanë muslimanë. Do thonë nuk paktën në Tiranë që mund të shoh, nuk është se ka shumë besimtar katolik. Ka, po jo shumë. Do kupton? Biles edhe kur qëllon një turni 2 për Krishtlindje për shumë, mbushet normalisht katedrale, që është aty ngjit në PD. Edhe çdo vit shtohen. Njerëzit që besojnë te Zoti shtohen. Ta thash atë arsyen, sipas mendimit tim, që sa më i varfër bëhet populli, aq më shumë shtohet besimi.